Allahu i lartësuar, thot në librin e tij, pra në Kur'an, edhe nëpërmjet gjuhës të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, edhe nëpërmjet asaj që na i ka mësuar Allahu prej cilësive të tij, thot na ka tregu, thot Allahu neve, si robër të tij, se Allahu, shkon edhe thash, i don njerëzit e mirë. Allahu i don njerëzit e devotshëm. Allahu i don ata që janë durimtar. Thot Allahu po ashtu na ka tregu në Kur'an edhe në hadithe, se Allahu është i kënaqur me besimtarët edhe me veprat e mira që i kryjnë besimtarët. Po ashtu thot Allahu në Kur'an edhe në hadithe, edhe në bazë cilësive të tij, thot na ka tregu se Allahu nuk i do, shkon e tash, nuk i do çka ju besimtar. Nuk i don kufrin edhe ju besimtarët, nuk i don zullumçarët. Nuk është i kënaqur që robërit e tij ta zgjedhin kufrin. Thot edhe Allahu la yuhibbul fasad, Allahu nuk e do shkatrimin edhe trazirat edhe fesadin tokë. Edhe pse thot gjitha këto ndodhin çka me çka? Me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, edhe me dëshirën e Allahut. Edhe sikur donte Allahu nuk kishin me ndodh këto. Pse se nuk ka thot mundësi me ndodh sundimin e Allahut, në pushtetin e Allahut, diçka që Allahu nuk e dëshiron. Andaj tash thot autori, femel jawab liman qal. Si ti përgjigjemi atij që i thonë, atyre që thonë kayfa yasha'u wa yuridu ma la yarda wa la yuhibbu. Qysh ka mundësi pra Allahu me dëshiru diçka, me dash diçka me ndodh që Allahu nuk është i kënaqur me to edhe nuk e don. Pse lejon me ndodh Allahu subhanahu wa taala. E çtu vëllezër hin punë që kjo që e cekën patjetër shkështjellimi tash që ka sjell autori duhet me kuptu mirë, që dëshira kosmologjike e Allahut edhe dëshira çka sheriatike. Thotë autori, po lexojmë një fjalë të tij, pastaj do t'i shtjellojmë, do t'i përmbledhim. Thotë dije se çka el irade vëllezër, pra dëshira Allahu subhanahu wa taala, që ka ardhur në tekste fetare, në Kur'an do thotë edhe në Sunet, thotë ka ardhur me dy kuptime. Dy kuptime. Thotë e para është iradetun kauniyetun qadari. Pra dëshira kosmologjike që ndërlidhet me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Thotë wa hiya al-mashia, është sinonim i fjalës al-mashia. Thotë mirë po, shkon vëllezër, thotë nuk ka ndërlidhje mes kësaj dëshire të Allahut subhanahu wa taala edhe mes dashurisë edhe kënaqësisë të Allahut subhanahu wa taala. Që do thotë se do ta sqarojmë ta, Allahu në aspektin kosmologjik dëshiron diçka me ndodh, mirë po jo patjetër çka Allahu çka e don ato. Edhe është i kënaqur me to. Mirë po e cakton. Pse e cakton? Për shkak të një urësie, siç thamë. Tu thotë kjo dëshirë, thotë autori, hyn edhe kufri edhe imani. Hyn thotë veprat e mira, hyn thotë veprat e këqija. Hyn thotë veprat me cilat Allahu është i kënaqur edhe i do, po edhe veprat me cilat Allahu nuk është i kënaqur dhe i urren. Edhe thot askush prej krijesave nuk mundet me dal prej kësaj dëshire të Allahu subhanahu, ose me i kësaj dëshire. Pse s'është vëllezër çka dëshirë kosmologjike. Thot siç thot Allahu, fa ma yuridillahu, e morëm këta në fillim atje, an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Këdo që don Allahu me udhëzu, i hap zemrën me pranu Islamin. Wa ma yurid an yudhillahu, këdo që don me elan humbje ndevijim, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, ngushton gjoksin, që mos me pranu çka Islamin. Po ashtu thot fjala e Allahut, wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a. Kujdo që Allahu ja don fitnosjen, sprovën, don me sprovu, nuk don me udhëzu. Thot falan tamlika lahu min Allahi shay'a. S'ki çka i bën atij kur gjë para Allahut. S'mundesh kur gjë me ndal ndim atij. Pse thot ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Thot tillët janë ata që Allahu nuk ka dasht mja u pastru zemrat. Me cilën dëshirë vëllezër, me dëshirën çka kosmologjike, me dëshirën kosmologjike. Thot këto ajete, thot edhe ajete tjera. Pas pra çka është ajo el irada el kauniyya el qadariyya. E dyta thot është iradetun diniyetun shar'iyya. Është dëshira sheriatike e Allahut, fetare, thot e cila është e veçantë vetëm për gjërat me cilat është i kënaqur Allahu, edhe cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Shkon tash të vëllezër, do t'i marrim edhe dallimet që janë mes tyre. Thotë edhe në bazë të kësajna, kësaj dëshirës sheriatike, thotë Allahu i ka urdhëruar njerëzit edhe i ka ndalu. Thonë e ka zbrit çka fenë vet. Thotë siç thotë Allahu, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu dëshiron ju me u lehtësu gjërat.
nuk dëshiron çka më jau vështirësu. Pashtu dhe fjala Allahut, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah dëshiron ju më jau sqaru xhanat. Wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum. Edhe më ju udhëzon rrugën e mirë të atyre që kanë qenë para juve. Wa yatuba alaykum. Edhe Allahu don, po me që dëshirën shariatike më jau pranu pendimin ju. Wallahu alimun hakim. Allah është i gjithdijshëm edhe është i gjithurt. Thotë edhe ajete tjera. Mirë po shkon edhe vëllezër tash. Tu po na sqaron tash ku i kanë ato pikat e përbashkëta këto dy dëshira të Allahut, edhe ku i kanë pikat ndarse. Do t'i shtjellojmë këto më vonë. Thotë kjo dëshira e Allahut, dëshira shariatike nuk mundet me e prek njeriun apo me arrit tek njeriu përveç nëse i ka parapri dëshira kosmologjike çka e Allahu subhanahu wa taala. Kështu që thotë bëhen bashk dëshira kosmologjike e Allahut e pashtu edhe dëshira shariatike ku tek besimtari i cili ju ka bind çka Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa dëshira kosmologjike e Allahu subhanahu wa taala thot veçohet çka vetëm me ka të bëjë me atë gjunahçarin apo ata që nuk i bindet Allahu subhanahu wa taala. Ta shkon nëse është fillon vëllazër këta do ta marrim. Thot sepse Allahu subhanahu wa taala thot i ka thirr të gjithë robërit e tij pa asnjë përjashtim drejt kënaqësive të tij, drejt xhenetit. Mirë po thot i ka udhëzu, e ka udhëzu këndon. E ka udhëzu Allahu këndon që mi u përgjigj kësaj thirrje. Jo të gjithë. Thot siç thot Allahu, wallahu yad'u ila daris salam. Ai në surën Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu thret për në shtëpinë e shpëtimit, në xhenet, kreti thret. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Mirë po vetëm ata që doni udhëzon rrugën e drejtë. Jo të gjithë. Thot fa'ammama subhanahu ad-da'wa wa khassa al-hidayah. Thot Allahu këtu po na tregon se në mënyrë përgjithshme i ka thirrë gjitha krijesat, mirë po thot e ka veçu udhëzimin bimansha. Udhëzimin e jep vetëm atij që don Allahu subhanahu wa taala. Po siç thot Allahu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Zoti yt e din më së miri se kush është ai që ka devijuar nga rruga e tij, dhe Allah e din më së miri se kush është ai që është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Çka mesela vëllazër që ka përmend këto autori dallimi mes dëshirës kosmologjike të Allahut edhe dëshirës shariatike të Allahut vëllazër shumë e rëndësishme me e kuptuar as i musliman. Allahu vëllazër siç po e përmend këto autori na ka treguar në Kur'an, edhe në Sunet, edhe në bazë cilësive me të cilat na kanë njoftuar me veten e tij se Allahu i don njerëzit e mirë. Shikoni, i don njerëzit e mirë, edhe i don veprat e mira. Po ashtu Allahu na ka treguar në Kur'an, edhe në Sunet, edhe në bazë cilësive me të cilat na kanë njoftuar me veten e tij subhana, se Allahu i urren ju besimtar, e urren kufrin, edhe i urren veprat e tyre. Mirë, çysh ka mundësi ta shpytja që shtrohet vëllezër vetvetiu, çysh ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala pse pra ka dashur që më ndodh kufri? Pse ekziston kufri? Pse ekzistojnë gjunahet? Pse Allahu më dashur me ekzistu diçka që Allahu nuk e don? E nuk është i pajtimit me to, nuk është i kënaqur çka me to. Përgjigja vëllezër këta është ajo, është parimi që ekziston te ahli suneti edhe xhamati. Se Allahu subhanahu wa taala nganjëherë vëllezër dëshiron diçka që dëshiron me ekzistu diçka që nuk e don. Edhe pse nuk e don Allahu, mirë po dëshiron me ekzistu. E nganjëherë Allahu vëllezër don diçka me ekzistu, mirë po nuk dëshiron që ajo më ndodh. Po çka është parimi vëllezër që na duhet me pas parasysh. Këta hasim vëllezër edhe te krijesa. Te krijesa njeri, sikur që jemi ne, krijesë dopt, e hasim vëllezër se edhe ne nganjëherë si krijesa Allahut mundemi me dëshiru diçka që nuk e dojnë. Çysh ndodh kjo? Për shembull njeri vëllezër e dëshiron patjetër edhe me këmbgulje me e konsumu me e pi ilaçin. Edhe pse është ka shumë i idhët. Edhe ka shijen shumë thran. Më thonë nuk e edhe pse domthon për shkak shijes çka nuk e don. Mirë po e dëshiron patjetër çka me e pi. Pse vëllezër? Se është shkak që me ushëru. O shkak domthon sebeb e ka ba Allah që ai mushëru. Domthon njerin këtë rast vëllezër, po dëshiron diçka që nuk e don, nuk i pëlqen. Apo edhe kundërta, mundet me dash diçka që nuk e dëshiron. Qysh, për shembull njeri i smut vëllezër, e ka përpara një ushqim që e don shumë. Edhe ja ka na shumë.
Mirë po, nefsi i shpirti nuk ja dëshiron, pse? Për shkak smundjes cilën është, edhe nëse për shkak se nëse e konsumon çka, ajo ja shtyn shërimin apo ja shton hala më shumë çka smundi. Andaj nuk e dëshiron çka konsumimin e tij. Andaj themi këtu, po don diçka që nuk e dëshiron. Shkon dhe kjo qenë ka e mundshme ku te krijesa. Po mu kanë më bë bashkë të dyja. E syrë është me krijuesin e krijesave, pra me Allahun subhanahu wa taala. Andaj vëllezër pa themi, Allahu subhanahu wa taala ndodh që dëshiron me ndodh diçka, edhe pse nuk e don ata. Apo ndodh që Allahu don diçka, mirë po nuk dëshiron që ajo çka me ardhë në ekzistencë. Edhe pse e don Allahu subhanahu wa taala. Mirë po pse ndodh vëllezër kjo? Si tham, krejt kthehet te dëshira, kthehet te urtësia e Allahu subhanahu wa taala. Kthehet te urtësia gjithëpërfshirëse, urtësia e thellë e Allahu subhanahu wa taala. Tash vëllezër me ndërlidh tha me pyetjen që mundet me bë dikush me pyetjen e gjunaheve. Për shembull, ekzistimi vëllezër i gjunaheve, ekzistimi i kufrit, ekzistimi i shejtanëve, me krye çka iblisin, ekzistimi i krimeve, ekzistimi i padrejtësive. Gjitha këto vëllezër Allahu ka dashur që më ndodh. Allahu ka dashur më ndodh. Qysh e dim që Allahu ka dashur më ndodh se ato që ekzistojnë. Ndryshe s'mund të jetë. Nuk mundet më ndodh diçka, siç e kemi marrë në derset e kaluara. Nuk mundet më ndodh diçka në sondimin, pushtetin e Allahut që nuk e don çka Allahu subhanahu nuk ka dëshiruar më ndodh. Andaj përderisa këto vëllezër ekzistojnë, themi Allahu subhanahu wa taala ka dashur që ato me ekzistu. Mirë po, a ka dashur vëllezër Allahu me ekzistu ato pse janë tilla të këqija? Apo ka dashur me ekzistu Allahu ato për shkak të diçkaje tjetër? Për shkak të urtësive tjera që ndërlidhen me këto? Përgjigja vëllezër kjo është e dyta. Që do thotë se nga gjërat që nuk i do Allahu, rezultojnë gjërat që i do Allahu subhanahu wa taala. Nga gjërat që nuk i do Allahu, po Allahu nuk i do ekzistimin e disa gjërave. Mirë pa ka caktuar, ka krijuar që ato më ndodh. Pse? Për shkak se me ton prej tyre pastaj rezultojnë gjëra që shumëta që i don Allahu subhanahu wa taala. Tot prej kufrit, prej gjunaheve, që padyshim janë gjëra që i urrejnë Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka dashur të gjëra vëllezër me ekzistu. Pse? Për shkak se prej tyre rezultojnë shumë gjëra të mira, e që janë dobishme. Këto vëllezër e hasim edhe në vetveten tonë. Çdo njeri i logjikshëm vëllezër në jetën e vet e pranon igjatin. Edhe e din se këtu ka urtësi. Nuk janë gjëra të mëdha të tilla si anarki, se Allah nuk krijon kot. Për shembull, nëse fëmia i një X personit i smuhet, edhe tash mjeku i thot ka smundje, masi që ja bojna diagnozën, thot ky ka smundje, thot smundje çka fatale. Ky ka smundje çka fatale. Edhe ky fëmijë joti, nëse dëshiron çka me të shpëtu, duhet patjetër me jakput një gjymtyr çka trupin. Patjetër. Nëse dëshiron me të mbet çka fëmia gjallë. Tash prindi vëllazër, baba ose nana, çka bën këtë rast? A ndërmerr atë vepër që e urrejnë nuk i pëlqen në mënyrë që me arritën një rezultat që është i dëshirueshëm për to, apo të rigjë dhe thotë jone nuk ndërmarr kurrë. Çka bën këtë rast prindi vëllazër? E ka fëmin me zor edhe e çon çka te mjeku. Edhe i ndihmon mjekut në mënyrë që ai me bën ndoshta e ka fëmin në mënyrë që ai që me apret vanat pjesë trupit apo me operu, pse vëllazër? Pse prerja heqja e asaj pjesë gjymtyre është shkak që fëmia me i met çka? I met gjallë fëmia. Kështu që në këtë rast vëllazër, don qëndrimi apo mbetja e fëmijës tek prindi për prindin është më e dashur se sa me i mbet fëmia çka komplet, do të thonë çka me gjitha gjymtyrët e trupit, apo sa ajo pjesë e trupit që ju ka hedhur. Shallë dhe vrem se prindi këtë rast çka duron, edhe përballon, edhe pajtohet që me ju kput ajo gjymtyrë fëmijës vet në mënyrë që fëmia me i met çka? Me i met gjallë. Për çfarë arsye? Edhe pse e urren i gjatë tillë. Mirë pa përballon, pse se kjo çka ja jetson, ja mundson një rezultat që ai e don. Andaj patjetër çka përballet me to, e përballon edhe çka duron për shkak të rezultateve. A dhe vëllezër, themi Allahu subhanahu wa taala cakton edhe krijon gjëra Allahu subhanahu wa taala që nuk i do. Mirë po dëshiron që ato më ndodh. Pse? Për shkak se prej tyre rezultojnë dobi të shumta që i don Allahu subhanahu wa taala.
Shembull vëllezër më e marr krijimin e iblisit, që është burimi i gjitha të këqijave. Pra burimi i gjitha të këqijave kush është vëllezër? Pra iblisi, shejtani edhe shejtan. Allahu ka dashur që me ekzistu iblisi. Edhe e ka kriju iblisin. Edhe Allahu ka dashur që me deviju ka iblisin. Iblisi vëllezër ka ardhur në ekzistencë me dëshirën e Allahut, me urtësinë e Allahut, edhe Allahu e ka deviju me urtësinë e vet. Edhe ai ka rënë kufër me urtësinë me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Se si shtam vëllezër, nuk ka diçka që mundet me ndodh, veç se ata e don Allahu subhanahu, e dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Tash vëllezër, ekzistimi i iblisit a është diçka që Allahu e urren vëllezër? A urren Allahu iblisin? A urren shejtan? Padyshim që po. Për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e ka mallkuar ka iblisin, edhe e ka përzan nga mëshira e vet. Edhe është ul sipas disa dietarëve të tefsirit, e ka përzan Allahu nga rangu, pozita e lartë në cilën ka qenë duke adhuruar Allahun së bashku me engjëjt, e afërt me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu vëllezër e ka përzan me dëshirën e vet. Pse ka ndodhur gjithë kjo vëllezër? Pse Allahu do të thotë ka kriju iblisin? Pse Allahu e ka deviju iblisin, edhe pse Allahu e ka përzan iblisin nga mëshira vet? Krejt kjo për arsye se prej kësaj kanë me rezultu vëllezër vepra të shumta madhështore, adhurime që i don çka Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllezër, Allahu nuk krijon kot. Çdo gjë ndërlidhet me urtësinë e Allahut. Tash për shkak të ekzistimit të iblisit, për shkak të devijimit të iblisit, për shkak të kjo thirrje që iblisi ja u bën apo shejtani ja bën njerëzve drejt gjunaheve, është shfaq vëllezër, shfaqen gjurmët e cilësive të Allahut në krijesat e vet. Kjo është një prej dobive vëllezër madhështore. Shfaqet mas pari vëllezër çka fuqia, madhëria, madhështia Allahu subhanahu wa taala. Neve na bëhet e qartë se Allahu qenë ka i fuqishëm me kriju gjana krejtësisht kundërta. Krejtësisht kundërta, që janë të kundërta me njëra tjetrën. Pra të bëhet e qartë që përderisa Allahu subhanahu wa taala shkon ka pas fuqi me kriju këtë krijesë kaq të keq, kaq shëmtuar. Pa që është në qenjen e vet, shpirtin e vet shumë i keq, pra iblisin dhe shejtan, po ashtu Allahu ka fuqi edhe ka kriju krijesa që janë skajshmërisht pastërta, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, engjëjt besimtarë të devotshëm e kështu me radhë. Çfarë më kuptoi vëllezër kjo? Ti e kuptoi se Allah është i fuqishëm me bazë çka don. Shkon vëllezër si shfaqet çka fuqia edhe madhështia e Allahu subhanahu wa taala. Allahu vëllezër don, siç e përmendën dietar, don që mu shfaq gjurmët e cilësive të tij në krijesat e vet. Patjetër. Për shembull, mu shfaq hidhrimi i Allahut ndaj atyre që bën gjunohe, dënimi i Allahut, hakmarrja e Allahut edhe cilësi tjera. Mirpo mu shfaq vëllezër shikone edhe cilësi si për shembull mëshira e Allahut edhe butësia e Allahut. Për shkak të ekzistimit të iblisit, shfaqet te krijesat edhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak të devijimit që iblisi edhe shejtani ja u bajnë njerëzve, Allahu çka ja u pranon çka pendimin njerëzve. Edhe i pastron çka prej gjunaheve, vjen falja edhe mëshira e Allahut. Allahu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Law lam tudhnibu", shkon edhe çfarë hadithi madhështor. Sikur mos bënit ju gjunahe, thot la dhahaba Allahu bikum, Allahu kish më u zhduk. Kish më u zhduk. Thot wala jaa bi qaumin yudhnibun, kish më kriju krijesa të tjera që i bajnë gjunahe, fa yastaghfiruna fa yaghfiru Allah lahum. Pastaj kërkojnë falje për Allahut, Allahu ja fal gjunahet. Shkon të thonë se si po na tregon pejgamberi sa që vetëm me krijimin ton Allahu po don më shfaq disa prej cilësive të tij. Pastaj shkon edhe me për shkak të ekzistimit të iblisit, edhe shejtanëve, edhe devijimeve tyre, janë shfaqje edhe adhurime, ubudiate, madhështrimet madhështore ndaj Allahut që i don Allahu. Për shkak të ekzistimit dhe këtyre krijesave të këqija, edhe gjunaheve që ata i përhapin mesin e njerëzve, është shfaq urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Për shkak të ekzistimit tyre, është lufta në rrugën e Allahu subhanahu wa taala që mu përhap çka Islami. Për shkak të ekzistimit tyre, shfaqet kush po duron mos me i bë gjuna çka Allahu subhanahu wa taala. Për shkak të ekzistimit tyre, shfaqet se kush është sabërli edhe po duron me kanë i bindun ndaj Allahu subhanahu wa taala. Është shfaq pendimit te Allahu, istighfari. Allahu si thot, "Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allahu i don ata që pendohen shpesh, edhe i don ata që pastrohen. Për shkak vëllazër vetë ekzistimit të iblisit është shfaq që është një adhurim i veçantë që e don Allahu, është sikur ti iblisin e trajton edhe shejtanin si armik tani, nuk e pranon si mik.
E kjo në vetvete vëllezër është ardhurim madhështor. Thot Allahu, inna shejtane lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Vërtet se shejtani është armik i juaj, andaj trajtojeni si armik. Trajtoje si armik, do thot mos e merr si mik, mos u pajto me to. Vëllezër, shikoni pra gjitha këto çështje madhështore që i don Allahu subhanahu wa taala, pas kanë rezultuar nga ekzistimi që ka dashur me ekzistuar diçka Allahu që realisht Allahu çka nuk e don atë. E që është iblisi edhe shejtan të kështu më radhë. Andaj vëllezër e merr këta si parim. Edhe me këta i krahason gjitha gjërat që ekzistojnë, që janë tilla që nuk i don Allahu subhanahu wa taala, mirë, po Allahu vëllezër ka caktuar që ato më ndodh, ka dashur që ato më ndodh. Pazë pa themi gjërat që nuk i do Allahu subhanahu wa taala, ka dashur që ato më ekzistu. Pse? Pse? Pse i don se janë tilla të këqija? Jo. Pse ka dashur për Allahu me ekzistu ato? Për shkak të rezultateve që vijnë prej tyre, rezultateve që ka të mira që i don Allahu subhanahu wa taala.